Edhe pse Edi Rama deklaron se praktikisht drejton edhe Bashkinë e Tiranës, firmat ligjërisht i takojnë ende Erion Veliajt për të përcaktuar kryebashkiakët në detyrë. Së fundmi Bashkia e Tiranës ka pësuar ndryshime në drejtim me një vendim të firmosur nga Erion Veliaj nga Qelia më datën 18 mars. Në dokumenti i përkatës, Veliaj ka deleguar përgjegjësinë e tij si kryetar bashkie te nënkryetaria Sara Goxhaj, e cila pas këtij vendimi bëhet kryebashkiake në detyrë. Goxhaj njihet me afërsinë e saj me Veliajin, e gjithashtu në të njëjtën shkresë, Veliaj ka anulluar vendimin e mëparshëm të 14 shkurtit, përmes të cilit kishte deleguar detyra tek Andu Ela Ristani. Këto vendime Veliaj ka firmosur nga Qelia, ku ndodhet prej 10 shkurtit pas arrestimit nga SPAK. Burime mediatike raportojnë se pas këtij zhvillimi Edi Rama ka ndërhyrë duke urdhëruar anullimin e këtij vendimi të Veliajit. Si mas dëshkimore e ka shkarkuar menjëherë Alban Dokushin dhe Sara Goxhajn. Dokushi, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Veliajit, ka qenë të parë që ka vizituar atë në paraburgim dhe ka shoqëruar edhe gjatë paraqitjeve në SPAK. Ndërkohë është raportuar se Edi Rama ka rikthyer në detyrë Anduena Ristanin, edhe pse deri më tani ka dalë vetë dokumenti i shkarkimit të saj. Me këtë lëvizje duket se Veliaj po sfidon Edi Ramën nga Qelia, duke mos u kufizuar vetëm në mesazhet e koduara. Gjatë kohës që Veliaj ka qenë në Qeli, Edi Rama ka zhvilluar disa takime në Bashkinë e Tiranës dhe ka organizuar një miting me punonësit e bashkisë dhe institucionet e saj vartëse. Në Asamblenë e Partisë Socialiste për Tiranën ai ka deklaruar hapur synimin për të marrë rolin e kryebashkiakut në distancë, duke theksuar se kjo është një goditje elektorale ndaj Partisë Socialiste. Ndër të tjera, Edi Rama ka premtuar se do të sigurojë funksionimin normal të institucioneve, duke u takuar drejt për drejt me drejtuesit kryesor të tyre.